Ndaj kam disa pyetje këtu, ndaj Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Jashtme. 3 autobuza që erdhën nga Greqia, pse nuk i deklarojmë? Kush i nxiti këto 3 autobuza? Shumica ishin banorë të zonës, po disa nuk ishin. Dëgjuam me njerë Fredi Bellerin që do dilte dhe të kërkonte për minoritetin grek në Zvërnec dhe në Nar që ju hiqen të drejtat. Nuk janë të kategori e parë që duan zhvillimin, por nuk bien dakord mbi pronësit. Janë të kategoria e dytë që Zvërneci nuk duhet të zhvillohet. Dhe këtu është pyetje e rëndësishme. A është qëllimi i ambientalistëve, i Bellerit, e i këtyre që sponsorizuan këto autobuzat të ardhura, që të mos prishen balancan mes dhe, që turizmi elitar i cili sot ndodhet në portën tonë, në Malë të Zie, në portën tonë në Greqi, nuk do të shkonte aq masivisht në Greqi, sepse do të vinte në Gjirin e Vlorës? Apo janë interesat të tjera, cilat kanë të bëjnë me minoritetet paqena, që do të na riprodhojnë një marën të cilën e humbën në një betejë që e bën para 2 vitesh, për të krijuar pengesa të tjera eurointegruese? Këto pyetje janë përgjigje në fakt, sepse në çastin që ne shohim autobuzat të ardhur dhe duhet ta deklarojmë sot se digjet Vlora që ishin 3 autobuzat të ardhur. Në çastin që ne shohim reagim të Fredi Bellerit masivisht dhe të Aleksis Tsipras masivisht, atëherë këtu nuk ka pyetje, ka përgjigje.